me numër 7 Albin Shola, me numër 10 Arja Qallakaj, me numër 12 Alvar Skok, me numër 15 Shqipër Nameti, me numër 16 Brandon Hoffman, me numër 20 Joseph Briggs, me numër 24 Larry Thomas, me numër 25 Ramon Allen dhe me numër 28 Aaron Castrati. Lajmërinë Jeremy Shari. Faleminderit.
Mi mbrëma të nderuar shikuese, ju adhurues të basketbollit, po vazhdojmë me një nga ndeshjet që pritet të jenë super interesante të kësaj gjire në Progresiv Superligë. Vllaznimi pas fitores së madhe ndaj Trepçës, gjithashtu edhe pas fitores ndaj Bashkimit sonte është një koqiri skuadrës Golden Eagle Ylli. Dy skuadrat që vazhdojnë të jenë në fund të renditjes tabelare do të e kërkojnë fitoren sonte. Vllaznimi për të vazhduar serim perfekte të fitoreve në anën tjetër. Golden Eagle Ylli që tashmë në krye të ekipit e ka pikërisht ish trajnerin që arriti historinë me vllaznimin Jeronimo Sharin, do të e kërkon fitoren këtu në Gjakov, siç e dim. Pra Jeronimo Sharin pikërisht nga Gjakova vazhdoi që të jetë trajner i Golden Eagle Yllit për të ndihmuar ekipin e Yllit që të këndellët. E bëri këtë në ndeshjen e parë që udhëheqi duke mposhtur skuadrën e Sigal Prishtinës, megjithatë nuk arriti të vazhdon në duelin e radhës kundër PES. Në anën tjetër po e shohim lojtari i cili shkëlqeu që nga rikthimi, ai i cili ishte lider i skuadrës edhe në fitoren historike të Ligës Unike, Jerry Cole Helms, edhe tash po udhëheq skuadrën e vllaznimit në dy duelet e fundit, ka qenë fenomenale, sidomos në atë të fundit kur e mori pikërisht përgjegjësinë në çastet e fundit dhe me atë realizim në fund arriti që të marrë fitoren ndaj kampionëve aktual Trepçës. Në duelin e parë ndërmjet këtyre dy skuadrave, Ylli e kishte mposhtur vllaznimin me rezultat 84-82, një ndeshje super dramatike që ishte në fund, ndërsa sot do të shohim a do të ketë revansh nga vllaznimi. Pa humbur më tepër kohë, ju njoftoj edhe me informacionet e dy skuadrave. Trajneri vllazimit Rajko Krivo Kapić luan me këtë përbërje: Rit Vedra Ismaili, Todd Helms, Anej Koshi Zekici, Kolimerio, Dedushaj Dasyla dhe Cingu. Po e shohim tashmë edhe formacionin e skuadrës së vllaznimit, ndërsa në anën tjetër trajneri Jeronimo Shari luan me këtë përbërje: Liz Shushi, Gashi Morina, Shala Çalakaj, Scott Ahmeti, Huffman Reese, Larry Thomas, që edhe pse është në formacion sot nuk do të paraqitet, pastaj Trevor Allen si edhe Erion Kastrati. Shojmë a do të arrijë vllaznimi që të e marrë fitoren edhe në këtë përballje. Normalisht mendimin edhe të publikut të zjarr gjakovar, të cilët ishin fantastik në duelin kundër Trepçës. Fillimisht Gjakova e mirëpriti skuadrën e Trepçës në mënyrën më të mirë të mundshme, e di miqësinë ndërmjet këtyre dy skuadrave, ndërsa në fund festa ishte fantastike bashkë me lojtarët që arritën të marrin fitoren. Në çast e fundit po shohim edhe pesën startuese të skuadrës së vllazimit të Reed Helms, Koshi Zekici si dhe Dasyla. Në anën tjetër trajneri Jeronimo Sharin starton me Shushin Çalakajn, Scott Huffman si edhe Reese. Tek skuadra e Yllit mungon edhe Mekeri Pashić, teksa po e shohim në plan të parë trajnerin Rajko Krivo Kapić që në dy ndeshjet që i zhvilloi me vllaznimin i fitoi që të dyja. Starton tashmë ndeshja, topi parë do të takon gjakovarëve. Koshi Helms, Dasyla, tek Helms, heziton të gjuan, përfundon koha, i komplikojnë gjërat Jerry Cole Helms e pati hapësirën, por nuk tentoi me të parën. Mungesë e madhe për vllaznimin do t'jetë edhe largimi i Marquez Warwick, i cili ishte fenomenal, luajti me 27 pikë në duelin e fundit dhe pikërisht treshet e tij ishin vendimtare në atë rikthim të vllazimit ndaj Mitrovicasve. Gjithsesi, ajo ishte ndeshja e fundit e tij. Ai sa që ndroi tek vllaznimi, luajti në mesatare prej 21 pikë, 3 pikëve për ndeshje. Kjo tregon më së miri
që një nga liderët, mos themi lojtari kryesor, është larguar tashmë nga Gjakovarit. Erion Kastrati tenton për një trishe, nuk arriti të realizon. Reed. Ziggy Reed, topin të Dasyla. Ati Koshi gjuan për 3, nuk është i sakt. Sa Çallaka ishte më i lartë në kërcim. Scott tek Huffman. Shani korner Liz Shoshin që do gjuan për 3 pikë. Shoshi realizon. Vim pikët e para në ndeshje. Atë këtë përgjigjen nga Dasyla, jo, nuk ka treshe. Në të dy anët vetëm me treshe kanë tentuar ta nisin këtë duel. Do gjuan edhe një herë. Liz Shoshi kësaj radhe nuk është i sakt. Helms gjende bërtimin, por nuk arriti të realizon. Gjuajtja e tij mbeti e shkurtër, teksa ka faul nga Ziggy Reed. Dal kundër sulmin. Aktualisht është duke u zhvilluar edhe derbi i kësaj gjiroje, dueli ndërmjet kampionit dhe nën kampionit, Bashkimit dhe Trepçës, ku Bashkimi e ka nisur më mirë ndeshjen me serim prej 5-0. Edhe Bashkimi edhe Trepça nuk po kalojnë në formë të mirë. Sa Trepça pësoj këtu, jenë tentimi Arjan Çallaka, i cili qëllon për 3. Isha duke thënë për disa Trepça pësoj këtu kundër vllaznimit, Bashkimi pësoj ndaj Ravecit 0-29 dhe e regjistroi edhe humbjen e dytë. Koshi, Zekiqi, do gjuan Samir Zekiqi për 3. Do t'jetë dyshe kjo së përmirësimit nga Ron Dasyla. Me të vërtet ka qenë fantastik me mbrojtje Dasyla në duelin ndaj Trepçës, një motor i vërtet. Mi faul nga Samir Zekiqi. Scott e këta dobin të Huffman që nuk arrin ta kontrollon mirë. Ziggy Reed, bukur tek Helms, edhe një herë i komplikoj gjërat. Në anën tjetër, Arjan Çallaku realizon 8-2 për Golden Eagle yllin në start të përballjes. Reed nuk e kontrollon mirë depërtimin. Topi përfundon jashtë, teksa e shohim që përgatitet të futet në lojë Gzim Morina, vend të qendrës Huffman. Scott. Buat pasimi i tij nga Ati Koshi. Vazhdojnë takon topi skuadrës Golden Eagle yllit. Shoshi. Scott. Pasimi nga duar Antoine Scott për Arjan Çallakun. E ndali vrapin aty Çallaku. Aty që do të shkon në korner Scott. Topi përfundon jashtë. Reed. Zekiqi. Ziggy Reed. Vërtje mirë Arjan Çallakut, por kthejë topin në duart e Helms. Samir Zekiqi nuk qëllon edhe njëre, merr topin. Vazhdon sulmi i skuadrës së vllaznimit, do të tenton Jeffrey Cole. Helms për të qëlluar pikët për 4-8. Antoine Scott në anën tjetër vetë deri në fund realizon
lehtë e ty e mbrojtjen e skuadrës së vllazënimit playmakeri Scott. Stiqi tek Dasyla. Reed. Ka faul. Ziggy Reed. Erion Kastrati është ai që ka shkaktuar personale. Sa ulet Atik Kushi. Tashmë në lojë ardhja e fundit e vllazënimit Tarin Todd. Njëzë 4 vjeçari që luan pozitën e playmakerit. Të shojmë Mado Tarin të zëvendëson Marcus Warwick. Presion nga Dasyla edhe sot në nivel të detyrës të paktën deri në këtë qaste me mbrojtjen e tij. Rën Dasyla bëri presion Erion Kastratit. Dasyla. Reed. Scott over ti. Ziggy Reed. Nuk është i sakt. Liz Shoshi me i larti në kërcim. Në anën tjetër vjen tashmë trishja e Scott për të vazhduar shkëputjen e Ferrandasve në rezultate isha duke thënë në anën tjetër bashkimi kundër Trepçës aktualisht është 13-3 teksa Samir Zekici i përgjigjet treshës Antoine Scott. 9-13 nuk i lejojnë të paktën në këtë qaste shkëputjen mysafirëve gjakovarët. Scott tek Morina Kastrati, Shoshi. Po i shohim 4 lojtarë reprezentues të Kosovës në fush. E pasimi i gabuar tashmë i Dasylës. Topi përfundon jashtë. Ulet për pushuar Liz Shoshi. Brandon Hoffman në lojë. Shalakun, shkon bazimi të Hoffman. Samir Zekici është ai që luajti i fundit. Kastrati. Scott. Rohet me top Gjuan gjithsesi, nuk arriti të realizon. Todd ishte më i larti në kërcim, tashmë ka edhe pronësinë e topit e kthen topin tek Samir Zekici. Dasyla. Bukur tek Helms, që shkon deri në fund, realizon. Jericho Helms. Liga e 4. 11-13. Qallaku tek Kastrati, Hoffman. Me ngulitje e përfundon aksionin Brandon Hoffman. 11-15. Todd gjende bërtimin, nuk arriti të realizonte, ta marrë topin, por përfundon jashtë. E shkurtër është e gjuajtja e tij. Edhe njerë topi tek Hoffman. Para prakisht evitoi duelin me Samir Zekicin. Ka bën hapa Erion Kastrati.
hap I humbur. I katërti I Golden Eagle Lyllit në anën tjetër. Edhe vllaznimi ka 3 topa të humbur. Zekiqi do gjuan për 3. Nuk qëllon. Gzim Morina është më I larti në kërcim. Scott. Kastrati tek Huffman. Topi përfundon jashtë ka luajtur I fundit Huffman. Janë duke diskutuar gjyqtarët rastin e fundit. Do të rishikojnë edhe një rastin për ta shikuar kohën. Atëherë u rishikua edhe njërë koha e mbetur, janë 10 sekonda për vazhdimin e sulmit të skuadrës së Golden Eagle Lyllit. I fundit ka luajtur Jerry Cole Helms, ishte gjyqtari Ama Gjekovic që vendosi që të ndryshohet vendimi, pasi nga këndi tjetër e pa që Helms ka luajtur I fundit. Kastrati kthen topin e lojë tek Çallaku. Huffman dalet me personale nga Dasyla që ngrit shpejt dorën. Personale ati e par shkon në ndim tek Zekiqi. Ron Dasyla. Reese do t'jetë në loj në vend të Çallakut. Lira për Huffman, nuk e qëllan të parën. Lira ka që ndodhet sot në vjen e gjuajtjes së lirë. Në të dytën është I sakt. 11-16, po e ruan avantazhin Golden Eagle Lylli. Janë edhe më pak se 2 minuta I gjysmën deri në përfundim të çerekut të parë. Syla tek Helms. E një mirë Jeronimo Sharim. Jerry Cole Helmsen. Teksa vjen trishja e radhës nga Samir Zekiqi, po e ka gjithë këtë hapësirë. 5 tentime 2 të qelluara nga Samir Zekiqi. 6 pikë të tij, 14-16. Kastrati tek Huffman. Pastër ja merr atë nga duar Jerry Cole Helms, mbrojtje mirë e tij tot në anën tjetër deri në fund. Nuk qëlloi por do t'jetë në vjen e gjuajtjes së lirë. Terrin Todd. Colin Mario do t'jetë në lojë herë të parë sonte teksa edhe ati koshi kthehet. Nuk qëllon Todd në tentimin e tij të parë. Të dytën e qëllon. 15-16 tashmë shkrihet rezultati maksimalisht. Scott bukur asiston aty tek Erion Kastrati I haruar në kosh, I cili qëllon tashmë pikë të tij të para. Todd para ti Reese. Terrin Todd deri në fund është I sakt.
17-18, lojë e ngushtë po vazhdon në çerrekun e parë tashmë. Kemi afër minutës së fundit këtij çerreku. Ati Kushi ka shkaktuar faull. Kastrati të rikëthen topin në lojë. Scott. Antoine Scott. Morina Gjuan nuk është i saktë, merr edhe një topin e ekran tek Scott. Nga Dasyla, topin e duart e Rees, nuk qëllon asaj, edhe njerë merr topin. Gzim Morina që ndalet me faull. Kapiteni i skuadrës. Do tjetë në vjen e gjuajtje së lirë. Ullet Terry Todd. Që shkaktoj personalen. Kemi zëvendësim Qallaku në lojë në vend Antoine Scott. Qëllon Zemërina në tentimin e parë. Në këtë përballje Golden Eagle ylli po luan pa dy playmakerë të tjerë pas Antoine Scottit. Mungojnë Larry Thomas e Bashic. Tentim për 3 pikë nga Helms, nuk është i saktë. Gatron me top. Hoffman e Morina e japi mundësin në Gjakovareve që të vazhdojnë të kemë pronësin edhe për 14 sekonda. Colimerio. Helms. Afër ti Hoffman. Helms. Gjende për timin. Nuk është i saktë. Qallaku më i lartë në kërcim. Kastrati. Erion Kastrati. Tek Hoffman. Nën kash ndalet me faull. Do tjetë në vjenë në quajtjes Lirë Hoffman. Sa përgatitet të futet në lojë Artin Kashi në vend të ti. 2.2 sekonda. Përfundim të këtij çereku. Nuk e qëllon të paren asaj radhe. Hoffman 3 pikë të ti. Në të dytën është i saktë. Shpashi do t'jetë në lojë në vend të ti. Dasyla të Colimerio që realizon në kundër Solm 2.2 sekunda. Për këtë e futi në lojë Artin Gashin trajneri Jeronimo Sharin të ndalë këtë Solm me pikërisht Gashit ja shënoi këto pikë. Po e shohim momentin. 19-20, vetëm plus 1 mbylli ylli këtë çerek të parë, patje përsin prej 7 pikëve. Gjithsesi nuk arriti të e mbanë, ndërsa presim të shohim një çerek të dytë edhe më interesant. E në anën tjetër, Bashkimi 22, Teripqa 8 është aktualisht rezultati. Shkojmë pak me marketing rikthehemi. Ajden qa, kam vendosur me ndru tekstin këngës. Kusht ka thonë ty m'bank me shku, ka gabu, hape llogarin ti këtu, ngam ti mu. Hape llogarin në bankën ProCredit 100% online me nënshkrim digital dhe zgjat pakën që të përshtatet ty. O heq breski nevoj për këtë punë bank me shku? Ngam ti mu. Banka ProCredit. Ngoti yllin.
Siguroje jetën në Illyria Life. Gati për startuar tashmë edhe qereku i dytë, kësa po i shohim edhe statistikat pas 10 minutave të para, lojë ngushtë 19-20, gjithçka mbetet e hapur në Shaninushi në Gjakov. Pas 10 minutave të para për shohim Samir Zekici është më i dalluari të vllaznimin. Me 6 pikë të realizuara, 2 trishe të tij. Eksa në anën tjetër janë Scott e Çallakaj që i kanë realizuar nga 5 pikë. Tashmë Erion Kastrati në pozitën e playmakerit, pasi e thash vetëm Scott është sot në dispozicion të trajnerit Jeronim Mosharin. Foul nga Reese. E shohim edhe njerë momentin e personales ndaj Helms. Kushi. Reed. Ati Kushi do të gjuan për 3. Kapiteni realizon për 3 pikë. Dhe për t'ja dhënë tashmë vllaznimin tepërsinë e parë sonte 22-20 në start të çerekut të dytë. Reese Kastrati. Afër ti Ismaili. Erion Kastrati. Dhe në fund nuk qëllon Hapman është aty që me ngulitje aksionin e përfundon gjithçka baras. 22-22. Kushi. Reed. Quan nga gjithë në distanca, nuk është i sakt. Çallaku. Vizje mirë e ti, por rast se radhe nuk arrit ta pranon pasimin në Hapman, teksa Jon Ismaili shkon deri në fund, nuk arriti të qëllon në depërtime as Kushi. Nuk arriti që ta marrë kërcimin aty. Shkojmë edhe bajnë e Jonit që nuk mungojnë asnjëherë në përkrahje të Ismailit në çdo palestër. Kastrati dhe vërtet deri në fund, Erion Kastrati realizon dalet edhe me personale. Do tjetër në vjen e gjuajtjes së lirë, depërtimi mirë i Erion Kastratit. Po e shohim paraqitje të ngritje në paraqitje të Erion Kastrati që nga ardha e tij tek Golden Eagle Ylle, ajo pa dukshëm edhe në duelin e përfaqësuesës së Kosovës kundër Shqipërisë. 21 pikë nga Erion Kastrati, shkëlqeu krahët Dardan Berishës në atë ndeshje. Kishte kohë gjatë që nuk e kemi parë një paraqitje të tillë të Kastratit. Vjen tentimi për 3 pikë, edhe një herë i sakt kapiteni Ati Kushi. Pika e 6 edhe për të. Ka faul në sulm nga Erion Kastrati. Do të zëvendësohet Scott thehet në lojë. Shohim edhe njerë momentin sa kjo ishte treshja paraprake e Ati Kushit. 25-25. Ismaili. Kushi ka presionin aty Jerry Cole Helms nga Scott, por arrin të gjuan jo dhe të realizon. Është ndalur në 4 pikë. Përsa shohim blokadën e Ziggy Reed.
ndaj Rees. Nuk I lejon pikët e lehta në kosh. E shojmë edhe një herë. Bajde pastër e Ziggy Reed. Scott ka presionin e Ismailit. Antoine Scott. Dalit në gjysmë distancë, realizon edhe një herë është I sakt. Antoine Scott, që qëllon pikën e tij të 7. Ismaili blokohet pastër e kthen topin tek Ati Kushi. Kushi edhe një herë gjuan për 3, nuk është I sakt. I vëmendshëm Jan Ismaili me atë kërcim teksa ndalet me personale nga Antoine Scott. Kthehet Lies Shoshi në lojë. Hafman ullet. Po e shohim sonte që tek ylli edhe pse është në formacion mungon edhe Trevor Allen. Mario shkon deri në fund, realizon edhe një herë gjithçka baras. 27-27. Scott tek Rees. Foul. Personalja e Leo Colin Marios ullet Jerry Cole Helms për pushuar. Ashtu edhe Jan Ismaili Zekici kthehet në lojë si edhe Tarin Todd. Qëllon Rees në tentimin e tij të parë nga vjedhja e Gjojtjes së lirë. Sa shohim trajnin Jeronimo Moshanin që kërkon time-out. 6 minuta e 19 sekonda deri në përfundim të pjesës së parë. 27-29 plotësisht e barabartë. Kjo ndeshje tashmë lehtë shkëputet ylli. Ndërsa do të shohim se si do të përgjigjen tani pas time-outit të kërkuar nga Jeronimo Mosharin. Rikthehemi pas pak. Todd. Kushi. Njerë këtë të të Tarin Todd. Gjendë bërtimin Todd. Të I të realizo me ndihmën e tabelës, por nuk tregohet I saktë, ndaj gjithçka Antoine Scott. Morina. Shallaku. Nuk shkon pasimi I Rees.
Gjithsesi, janë edhe 6 sekonda për vazhdimin e sulmit të skuadrës së Golden Eagle Yllit. Arjan Qallaku dëgjuan nga një pozitë vështirë airball-i ti. Mario deri në fund nuk arriti të realizon. Dalet me personale nga Liz Shoshi, i cili afrohet për t'i kërkuar falje. Kthehet në lojë tashmë edhe Erion Kastrati në vend të Arjan Qallakut, teksa ne i shohim edhe njerë personale ndaj Leo Kolimerios, që do t'i ketë 2 të lira qëllon në tentimin e parë. Ka e pest e ti. Edhe njerë është i sakt. Barazohet me pik me ati kushin e Samir Zekicin. Scott. Morina. Antoine Scott. Ranti ati kushi. Gjuan për 3. Apo ishte 2, ka shkelur vijën. Do tjetë në vijën e gjuajtje së lirën, dalet me personale. Personale e dytë e kapitenit ati kushi që ullet për pushuar. Do të kthehet në lojë pra Rënda Sylla në vend të ati kushit. Do të kemi rishikim të rastit. Atëherë, kur i shikuan nga disa kënde dhe ishte e vështirë të shihet sakt nëse ishte tentimi për 2 apo 3, megjithatë, pa të rastit të shihni edhe ju, ishte tentim për 3 pikë nga Antoine Scott dhe të ketë 3 gjuajtje të lira. Eri shikuan mirë dyshja e gjyqtarëve. Që mos ketë gabime, qëllon Scott. Edhe një herë. I qëllon të 3 gjuajtje të lira Antoine Scott për një tjetër shkëputje të lehtë në rezultat të skuadrës së Golden Eagle Yllit. Todd Colimerio, edhe njerë Todd i rëshqeta i top, vazhdon të bakën sin Samir Zekici. Todd Da Sylla do të gjua për 3 pikë, nuk është i saktë, Liz Shoshi me i lartë në kërcim. Reese, afërti Da Sylla. Pa presionin Scott Morina, kapiteni për 3. Nga njashtë.
mbetet 29-32, kur kemi hyrë tashmë në 5 minutat e fundit të pjesës së parë. Syla. Ka bën hapa rënda Syla, topi humbur I skuadrës së vllaznimit. Shkot tek Rees. Gjysmë distanca Rees nuk është sakt. Syla, Reed, Ziggy Reed, Fendovin të Thuds, që quan për tren, nuk qëllan, edhe njerë Liz Shoshi më I lartë në aggresiv. Në anën tjetër, bashkimi po vazhdon të ruan e përsin 34-19 është rezultati në Prizren, në të mirë të portokallezinjëve ndaj kampionëve aktual Trepçës. Teksa këtu po shohim lojë shumë të barabartë. Ziggy Reed realizon nga gjysmë distanca 31-32. 3 minuta e 20 sekunda deri në përfundim të pjesës së parë. Scott dëgjuan edhe njerë për 3 pikë, edhe njerë është I saktë. Antoine Scott me njerë time-out ka kërkuar trajneri Rajko Krivokapić. Pas 6 pikëve të Antoine Scott, 31-35, edhe një shkëputet litë Golden Eagle Lili. Kthehemi pas time-outit. Pikë tashmë nga Antoine Scott. Më I dalluari në këtë ndeshje. Mario tek Syla. Nuk shkon bazimi tek Zekiqi, I cili luani I fundit. Tjetër mundësi për Golden Eagle Yllin të shkëputet edhe më tepër në rezultat. Kemi hyrë tashmë në 3 minutat e fundit të pjesës së parë. Ylli pati përsin prej 7 pikëve. Topi humbur nga Antoine Scott, teksa Ziggy Reed me lëvizje mashtruese arrin të realizon në kundërshtor 33-35. Një me Helms nuk arriti të realizon, teksa pati faul në kosh. Kthen topin e lojë, teksa e pam edhe Jora Nej që mungon tek vllaznimi që të dyja skuadrat me mungesa sonte. Edhe fakti që ju ka ndryshuar skuadrës së vllaznimit
pat shumë problem deri të përshkatjet një lojtar në skuadrë dhe ai sapo ka ardhur. Helms. Reed për 3 pikë. Nuk është i saktë, klubi do të fillojë jashtë. Ka kërkuar tashmë time-out Jeronimo Sharin. 1 minutë e 55 sekunda, 33-35. Vazhdon loja e ngushtë në Shaninushin në Gjakov me yllin që po shkëputet lehtë dhe vllaznimin që është në ndjekje të rezultatit. Rikthehemi pas time-outit. What you gonna do is you're gonna curl like this and go opposite side. Then you dribble to same side and pass the ball right away. You got least here. You got 2 men there. Go for the foul, okay? So pass medio, pass deep. Let's have a big one. Kastrati. Zemurina blokohet e merr edhe një herë topin dhe përmirëson për të qelluar për 37-33. Helms. Jericole Helms. Da Syla dalet me faul. Shojmë edhe njerë dhe bërtimin. Tjetë në vjen e gjuajtjes së lirë. Rënda Syla realizon në tentimin e parë. Pika e tretë e tij. Është i saktë në të dytën. Molina. Edhe njerë deri në fund kapiteni, nuk qëllon as Shushi nuk arriti ta përmirëson, teksa Kristian edhe nga Gashi që e detyron Ziggy Reed të luajë i fundit. Scott. Edhe njerë të tonë për 3 shkutur gjuajtja e ti. Po vini duart e ati Kushit. Helms. Helms. Qëllon. Pika e 6 e Helms për 36-37. Është ndalur në 6 pikë. Nuk përshojmë sonde në më të mirën e ti. Jericole Helms. Ka faul ndaj Luis Shushit. Nuk pranojnë pikën. Fauli ishte më herët. Gjuajtjes lirë, Luis Shushi, që sot nivelluar me 3 pike 5 kërcime, si edhe ka bërë një asistim.
shpërndan Shoshi në tentimin e parë. Edhe njeri sak, Liz Shoshi. Ullët ati Kushi, të këthejet si dhe s'kat ullët. Arjan Qallaku shkëthyrë në loj. 36-39. Ashtu 20 sekundat e fundit të pjesës së parë. Tasyla. Todd. Tevin Todd. Për 3 Gjuan e shkurtër gjuajtja. Do tjetë. Jo asistim me gjitha të po. Nuk qëlloj Liz Shoshi, erdhi nga brapa Tevin Todd me blokad. Por pikët janë pranuar. E shojmë edhe një herë momentin kur pikët pranohen për të përfunduar ky çerek 36-41. Gjithsesi do të e rishikojmë lusim regjin, ta kemi edhe një herë. Pjesën e parë.